Përshëndetje të gjithë dhe mirë se ju gjej. Urimi I parë që sot vjen për të gjitha gratë, po më besoj për të gjithë shoqërinë, gëzuar 8 marsin. Në fakt është një ditë shumë e rëndësishme, e cila mund të përkthehet edhe si një festë, sepse në fakt është një ditë për të kujtuar edhe një herë, për të rikthyer vëmendjen nga pikërisht nga gjysma e shoqërisë, nga gratë të cilat e meritojnë vëmendjen e tyre çdo ditë të vitit, me gjithë kontributin edhe me lodhjen, me përkushtimin në çdo gjë që bëjnë, jo vetëm në familjet e tyre, po kudo, në punë, në gjithçka ku ato japin kontributet e tyre, bëjnë me një pasion, me një përkushtim të jashtëzakonshëm. Është kënaqësi sot që unë të jem në fakt pas pak në studio me disa gratë mrekullueshme, të cilat do të ndajnë me ne rrugtimin e tyre, momentet e tyre mos sfiduese, pse jo, si e përjetojnë ato 8 marsin, si e shohin ato 8 marsin, çfarë është? Unë dua të hyj më asaj pyetje që tashmë edhe ajo në vetvete është konsumuar shumë, është festë apo protestë. Nuk ka më fare nevojë ta bëjmë këtë pyetje. 8 marsi është një ditë e rëndësishme dhe një ditë e mirë për të ulur dhe për të kujtuar. Një moment sërish ndërgjegjësimi, I cili sjell në vëmendje edhe një herë të gjitha problematikat e shoqërisë sonë. Gruaja është qendra e shoqërisë, është qendra e familjes, është ajo që jep shpirtin në gjithçka, jep shpirtin gjithçkaje, dhe saj rrotullohet gjithçka, ndaj kur themi grua kemi thënë gjithë shoqëria. Problemet e saj reflektohen pa diskutim në kualitetin edhe në cilësinë e shoqërisë, në nivelin e shoqërisë që ne kemi sot. Kështu që sa më shumë investohet tek gratë, sa më shumë I lihet atyre mundësia, sa më shumë ato mbështeten dhe suportohen në rrugtimin e tyre, aq më bukur projektohet e gjitha kjo në shoqërinë tonë dhe aq më e mirë shoqëria në cilën jetojmë. Dua të mirëpres 5 gratë mrekullueshme dhe të jashtëzakonshme që do të vinë në studion tonë. Do të presim të parë, në fakt ajo është një nga ikonat e aktivistëve dhe sa herë që bëhet fjala për grua, për një grua të angazhuar, për një grua në përpjekje të vazhdueshme të gjitha ditët e vitit, për çështjet e grave dhe baraqësinë gjinore, është gjithmonë e para ajo që na vjen. Është drejtuese shoqatës në dobi të gruas shqiptare dhe presim Sevim Arbana. Presim në studio. O, e dashur Sevim me lule në duar, sa të bukura. Çdo grua meriton një lule, po ti meriton një tuf. Për gjithë kontributin e jashtëzakonshëm që ke dhënë, për dashurinë që përçon, për mirësinë, je një frymëzim. Jo vetëm për median, por për gjithë. Të falenderoj për hapësirat që na ke dhënë, për të luftuar dhunën, për të luftuar varfërinë, për të ripozicionuar gruan, për ta fuqizuar, dhe të falenderoj dhe gëzuar. Falenderoj shumë dhe mirë se erdhe. Por pritse, edhe unë kam lule për juve sot, do më presëm këtu para se të ulesh, sepse për të gjitha të ftuara tona sot, unë tufën tënde Sevim që nga ka që bukur, në fakt duhet thënë ajo me lule të verda, por ne kemi zgjedhur mimoza sot për juve. Mimoza në fakt është lëvizja jonë, është e para, dhe është lulja e parë. Lulja e parë dhe që identifikon edhe këtë festë, që nga një tuf mimoza për gjitha zonjat e ftuara sot. Falenderoj shumë Sevim Arbana, që je sot në studio me ne. Dhe do të presim një tjetër të ftuar në studio, ajo është kirurge e përgjithshme, një grua me një profesion goxha të vështirë, me shumë tension, me shumë sfida. E kemi pasur sigurisht të ftuar për të treguar rrugtimin e saj, por sot vjen enkas në 8 mars, edhe një herë për të dhënë mesazhin e saj si një grua e fortë, si një grua e realizuar, si një grua vazhdimisht në përpjekje. Presim në studion tonë doktor Lindita Shosha, presim në studio. Mirë se erdhe, doktoresh Lindita. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Do më presër se duhet ta kisha marrë me vete tufën me lule për juve. Kjo është tufa me lule për doktoresh Linditën, mimozat për juve dhe faleminderit shumë që jeni sot këtu me ne. Dhe shumë faleminderit Rudin, je simboli më I mrekullueshëm I bukurisë femërore shqiptare dhe I fisnikërisë së gruas shqiptare. Falenderoj shumë dhe kënaqësi që kam sot në studio. Shumë faleminderit. Doktor doktoresh. Faleminderit. Do të marr tufën tjetër të luleve, tufën tjetër të mimozave, sepse do të pres një tjetër të ftuar sot në studio. Ajo është ish volejboliste, po për ne mbetet volejbolistja ikon, pa diskutim, një nga ato që kanë bërë historinë e volejbollit shqiptar, dhe që sot kam sërish kënaqësinë ta kem në studion ton, Alketa Doçin, e presim. Alketa e dashur, mirë se erdhe, këto mimoza janë për ty. Gëzuar 8 marsin, dhe kënaqësi që të kam në studio. Falenderit shumë, të ftoj të ulesh. Marim sërish një tjetër tuf mimozash dhe këtë herë do të pres një avokate në profesion, I takon një gjenerate tjetër, me shumë kënaqësi pres në studio Dea Toçi. Dea, e
ideja sa bukur me të kuqe. Këto mimoza janë për ty sot, në këtë 8 mars. Është kënaqësi që në këtë ditë të veçantë të jemi me ty. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë që je këtu me ne sot. Të ftoj të ulesh. Dhe mimozat e tjera, sepse kemi sërish një tjetër të ftuar speciale që na bashkohet sot në studio. Ajo është aktore, producente, regjizore, kemi parë të shkëlqej në skenat e teatrit, po edhe të kinemas, me rolet të saj karakterit të paharrueshme që ajo ka ndërtuar. Presim Rozi Kostani. Rozi! Rozi, ku je? O, zoni. Mirë se erdhe. Mirë se të gjeta. Kjo është për ty, për 8 mars. Mimozat simboli kësaj dite. Falenderoj shumë që je këtu me ne, gjithashtu. Falenderit. Të ftoj të ulesh e dashur. Të ftoj të ulesh. Ja të kemi. Sa paneli bukur sot, me gratë jashtëzakonshme, gratë e nderuara, gratë që kanë dhënë një kontribut, secila dhe vazhdon e jep në fakt, secila në kushtin e vet, që jam e nderuar sot të jem në pranin tuaj dhe t'ju kem juve të ftuara të gjitha bashkë sot në studio. Do të flasim sigurisht për 8 marsin, por jo vetëm 8 marsin në përgjithësi, po dua të talinim pak edhe me jetën tuaj, me historitë tuaja, me sfidat tuaja të përditshme. Unë e thashë në fillim, s'dua ta bëj më fare atë pyetjen festa apo protestë, se kam përshtypjen ka ikur koha dhe asaj më. Kush do të festojë, le të festojë dhe për mua le ta shijoj pafund këtë ditë. Për mua më të diskutueshme janë nganjëherë protestat se sa festat të vetvete, sepse them protesta më duket sikur nuk ka shumë sens, se sa më shumë është i rëndësishëm bashkimi, të takuarit të grave, të evidentuarit ndoshta një problemi më specifik, më të veçantë. Ju keni shumë më tepër eksperiencë vim në këto organizimet e 8 marsit. Si e festoni ju zakonisht 8 marsin? Jam kurioze. Faktikisht ne jemi nonat ose themeluesit e protestave në kuptimin e mesazhit që sollëm që në 2000-shin, qa është 8 marsi, festa apo protest, dhe këtë e bëmë tepër për të edukuar njerëzit, sidomos burrat dhe gratë, për të kuptuar që lufta jonë për barazi, për të drejtat e njeriut, është pa kufi dhe duhet që këto datat historike për cilat njerëzimi ka luftuar dhe ka bërë kthesa në historinë e njerëzimit, ne duhet t'ja ngulisim njerëzve që të bëjnë akte tilla. Edhe lule për mua, Irsita, të falenderoj. Edhe për mua, Mimoza. Dhe kemi protestuar duke dhënë koncerte me zëra femëror nëpërmjet artit. Kemi protestuar duke dhënë një kafe ndim për gratë e varfra. Kemi protestuar duke garuar. Se fjala protest, ne kur të një protest imagjinojmë një dalës në rrugë me pankarta. Dhe kjo më duket pak e pavënd. Ne kemi garuar për shembull, kemi bërë një protest duke bërë një lojë basketbollit që ka qenë pak qesharake, morëm 6 burra të gjatë, ka qenë dhe Edi Rama biles në atë kohë 2005 dhe 6 gratë të gjata të lonë volejboll. Dhe në fund gazetarja, ne humbëm natyrisht, se ishim më të shkurtra dhe ato ishin edhe sportist. Gazetarja në komendi që bëri në televizor në 8 mars tha, shoqata në dobi të gruas dhe një skuadër e mjaftit, bën një ndeshje, bla bla bla, dhe natyrisht ta gratë humbën. Nuk ishte ideja që të humbshim, ishte ideja që luftën për barazinë nuk duam të na i dhurojnë, ne duam ta fitojmë me standardet tona, me kualitetet tona, dhe kjo ka qenë që në fillim motoja jonë. Ndaj çdo 8 mars ne ngrejmë një kauz, dhe kauzat tona për shembull në këtë vit, kauza jonë është unë votoj. Unë votoj. Dhe ideja është të votojmë për kë. Tash 35 vjetë, s'do votojmë për dy ngjyra politike që jo na e shpifën, po unë gopëm. Me të këqija dhe me të mira që sollën ato unë gopëm. Njeriu është një qenie që ka nevojë për ndryshim. Dhe këtë më shumë se kushdo mund ta japin të rinjt dhe gratë. Gruaja është, se gruaja thot Sami Frashëri është shtëpia. Gruaja është shtëpia. Gruaja është shoqëria, një grua e shëndetshme, një grua pa rëndesa psikologjike tregon një shoqëri të shëndetshme. Kështu që sot do japim secila një mesazh për këtë grua. Dhe unë jam e nderuar që në panel janë gra kaq dinjitoze dhe kaq të flasim dhe të falenderoj shumë, por ne gjithmonë programin e të shtunës, sepse ka koinciduar që 8 marsi është e shtunë, këtë lloj formati të së shtunës të përgjithësi e kombinojmë edhe me mesazhe të tjera, të cilat ju sot jeni të lira të zgjidhni gjithçka në tema të tjera ose mund të qëndroni të njëjtës temë, gjithçka që ju dëshironi, kështu që le ta kombinojmë bisedën e sotme dhe le ta nisim me mesazhin e parë. Nuk e di cila do ta marr fjalën, ndoshta t'ja japim doktoreshës fjalën, po do të shkojmë atje, kemi foltoren. Për ta nisur me një mesazh si në një fjalim të vërtet, vetëm 90 sekonda i gjatë ama.
Shkojmë atje, doktoresh Lindita, vendi është aty, bëhemi gati me atmosferën e përshtatshme, regjia e përgatit dhe ne ndjekim mesazhin e doktoresh Lindita Shosha. Ndjekim. Sot është një ditë shumë e veçantë, pasi është dita kur ne celebrojmë ekzistencën e qenies më të bukur që mban Ruzulli, që është gruaja, është nëna, është motra, është gjyshja, është vajza, është mbesa, është shoqëria, jemi ne. Unë jam me fat që jam bi e një nëne të thjesht beratase, dhe sot gjej rastin të falenderoj të gjithë nënat dhe duarartat e qytetit tim të lindjes, dhe mesazhi im është shumë i thjeshtë. Duani familjen tuaj duke nisur nga dashuria për nënën. Nëna është jo vetëm shtylla e një shtëpie, nëna është emri i Zotit në gojën e një fëmije. Për secilin prej nesh mund të jetë një grua e thjeshtë, por për botën është ajo pas të cilën nuk mund të ekzistojë shoqëria njerëzore. Unë dua sot të ngrej një episod të veçantë të dhemësurisë dhe dashurisë të pakufi që ka nëna për fëmijën e saj. Në momentet më të vështira të jetës sime, ku vetë jeta ime ishte në dilemë, personi i vetëm që nuk më braktisi kur, që ishe shpatulla ime, ishe nëna ime. Dhe unë sot jetoj dhe frymoj për nënën time. Lindita, të falenderoj. Gongu na thot që kaq ishte minutazhi, po mund ta vazhdojmë rrëfimin edhe këtu në panel. Falenderoj shumë për mesazhin tënd, sigurisht shumë i gjetur sot në këtë ditë. Të falenderoj shumë. Ulemi dhe ndërkohë, përpara se të vazhdojmë me të ftuarat në studio, dua të sjell një grup intervistash në këto Vox Popet që ne realizojmë pikërisht në rrugët e kryeqytetit. Dhe pyetja ka qenë kjo që është bërë të intervistuarve, çfarë përfaqëson për ju 8 marsi, pra cila është simbolika, si e përjetoni ju 8 marsin dhe cili ka qenë momenti më sfidues në jetën tuaj që ju ka rritur. Pra janë ca momente në jetë që bëjnë vërtet ndryshime shumë të forta tek ne. Edhe kur kthejmë kokën pas kujtojmë, për shembull, ajo ngjarje mua më ka dhënë një mësim shumë të madh. Edhe njeriu transformohet, ndryshon në kuptimin e mirë të fjalës, mëson shumë më tepër dhe pasurohet shumë më shumë. Le të ndjekim përgjigjet që na kanë dhënë të intervistuarit e rastësishëm dhe më pas kthehemi në studio me të njëjtën pyetje. Ndjekim. Si është dhe sa vështirë është sot të jesh grua? Sot është shumë vështirë të jesh grua, se punët e shtëpisë, marrja me familjen, me kalamajt, me punën që do të bësh sociale për vete, që mos rish gjithë ditë mrena. Ka shumë vështirësi. Kam më djalin. Edhe kështu që mbështetja ime ka qenë burri, kupto? Edhe nëse ke bashkëpunim me bashortin, i kalon çdo sfidë. Unë jam kaq vite, më e mend asnjë gjë të mirë, por vetëm vështirësi. Rit kalamajve, shkon punë. Një jetë, unë për veten time nuk e di. E kënaqur jam veç me personin që kam në krah. Sfidën kur kam ardhur këtu, se ne nuk jemi Tiranca, jemi rrethet, po kam 55 vjet që jam këtu për shkakun. Atëherë kam pasur një sfidë të rëndë me 3 fëmijë të krijosh një familje. Ishte shumë e zorshme. Kur moqen nga puna, ajo që një sfidë që do ta përballoja vetëm. Ko ato gratë që punojnë, do ngrihen herët, do përgatisin ushqimin e fëmijëve, do lajnë fëmijët, do kurosin, do çojnë nëpër shkolla. Kështu që jeta është shumë e vështirë për një grua. Punonim me turne, i mbyllnim kalamajt në shtëpi, i lidhnim çelsat në qafë dhe punonim me 2 turne. Me pak fjalë, unë jetoj e vetme, e kam humbur burrin, nuk kam fëmijë. Jeta është bërë shumë e vështirë, sidomos për gruan. Shumë e vështirë. Unë rend, kam qenë soliste në teatrin e operës dhe në Korçë, u shpreva. Të rjetën kam dalë aty në pension dhe unë bretha ndaj këtej që të shlyej qiran e shtëpisë. Përgjigje shumë të vërteta dhe unë dua t'i falenderoj shumë në fakt zonjat që u përgjigjen në këto intervista, sepse ishin shumë reale, ishin shumë të vërteta dhe i ndjem thellësisht të gjitha historitë e tyre, secila sfidën e vet dhe momentin e vet të vështirë që ish dashur të kalojnë
besoj që edhe secila prej nesh këtu ish dashur të kaloj momente paq të vështira të një forme apo të një forme tjetër, sot në këtë 8 mars. Sa e vështira apo e lehtë është të jesh grua? Si mendoni, jemi 8 mars 2025. Vazhdon akoma në Shqipëri ekzistenca e gruas dhe suksesi i gruas është një rrugëtim jashtëzakonisht i vështirë. Unë flas së paku për fushën time, më është dashur të përballem me sfida të jashtëzakonshme, gati të pamundura, sepse mjekësia, por kryesisht kirurgjia gjithmonë ka qenë dominancë e meshkujve, e burrave. Dhe vetë mentaliteti shqiptar ishte që shiko, do operohen, por e dua që të më operoj një burr dhe ta përmbysësh të mentalitet, të krijosh një rrugëtim të suksesshëm dhe të jesh një personalitet ku njerëzit të besojnë jetën e tyre. Nuk është e lehtë, ka qenë shumë e vështirë, por jo e pamundur. Por në këtë rrugëtim investimi ka qenë kolosal dhe mua më është dashur të sakrifikoj shumë nga jeta ime, nga jeta e familjes time, nga koha me nënën time dhe nga koha me fëmijët e mi. Përpos shumë barierave pasaj nga më të jashtëzakonshme, por që gratë duhet luftojnë shumë për të krijuar emrin e tyre në jetë, për të krijuar dignitetin dhe integritetin e tyre në jetë dhe personalitetin e tyre, sepse gratë i japin shumë shoqërisë. Unë mendoj një shoqëri e cila e vlerëson gruan pa e paragjykuar në nivel të njëjtë me gjinin tjetër, është një shoqëri më e civilizuar dhe më e arrirë. Ne duhet punojmë akoma shumë në Shqipëri, sepse kemi shumë bariera penguese për suksesin e grave dhe për vlerësimin real të tyre, të punës të tyre, kontributit të tyre, të cilat e kanë shumë të vështirë të rrugtim të sa meshkujt, sepse kanë mbi barë jo vetëm profesionin e tyre, por kanë familjen, kanë fëmijët e tjera. E vërtet. Alkita, për sa kohë ke qenë volejboliste, ju keni pas të njëjtara gjërat, meshkujt veç, femrat veç, sipas skuadrave, kështu që nuk e kishit këtë problem, besoj unë atë kohë. Edhe ka qenë, sepse në ç'forme keni ndjerë? Mentaliteti ndryshe, unë për shembull në shkollë bëja shumë stërvitje, dhe në shkollë më thosh gocë dhe sportiste. Ose në nivelin edhe të notave. Mësuesit nuk më jepnin notën që unë meritoja, sepse thoshte nuk mund të marrësh 10 ti, sepse ato rinë gjithë ditën në shtëpi mësojnë, ndërsa ti bën sport. Pastaj ishte edhe në nivelin e pagesave. Në fakt janë Shqipëri sa unë ka herët dhe paguesha jashtë, por pagesat e femrave të volejboll, basketbol, të gjithave ishin më të ulta se sa tek meshkujt. Ndërkohë kjo ka ndryshuar tani, në çdo sport e paguhen më shumë, por ka pasur dallime pa diskutim. Pra që atëherë, që mendon që ndoshta atëherë duket sikur shfolur më gruan më shumë atëherë madje. Mendoj që ka qenë disi propaganda dhe mendoj që ta barazonte, po nuk mund ta barazosh. Të drejtat janë tjera dhe barazia është tjetër në kuptimin. Më duket se është barazuar vetëm në për aksione më shumë se sa te puna, se sa tek vërtet realitet. Atë lloj barazie, por për hir të së vërtetës në sistemet diktatoriale njerëzit do me thënë, trajtojnë një loj. Keq njëri, keq tjetri. Po gruaja ka qenë shumë më keq, sepse privojnë nga gjithë të drejtat e saj elementare. Dhe edhe qenit grua, ajo preventoj, e ndaloj të ishte, të lyej, të zbukuroj, të ishte femër, nuk ishte do të femër më. Imaginoni një femër që shkojnë stërvitje ushtarake, në zbor ose në aksione që të bante ato karocat, brezion, si që kanë bajtur. Ishte e të mërshme, do me thënë. Kjo është diferenca. Tani është tjetër që mund të flasim shumë më tepër që... Do të rikthehemi pyetjes spontanisht me Dejan. Deja, ndoshta ti je më e re dhe besoj sfidat nisin që herët, që në bankat e shkollës për dikë. Cila ka qenë sfida më e madhe deri tani në jetën tënde që të ka transformuar, që ka ndikuar realisht në jetën tënde? Që të dashur ta ka përcesh? Padyshim deri në këtë moment jetës, edhe dash Zoti që mos kem më tej, sfida më e madhe ka qenë kur jam përballur për herë të parë në një sallë gjyqi me profesionin tim. Pra kur kam vënë për herë të parë në jetë profesionin, sepse të studiosh juridikun e masterin gjithë ato me radhë është tjetër skem, domethënë mund edhe të ndihet një farë, le të themi, barazie me studentëve djem dhe vajza, për sa kohë je duke ndjekur studimet e drejtësisë. Por në momentin që ti vesh atë mantelin avokatit edhe del në një sallë gjyqi dhe shikohesh që je grua, po e themi, vajzë, për më tepër që je dhe vajzë që të pëlqen të mbash veten, sepse është edhe ky paragjykimi tek ne, domethënë që
Okej, je grua, po është më mirë ti jesh grua si burr, domethënë të dukesh grua që nuk mban veten, grua që pikërisht, edhe kështu automatikisht duket sikur do të jesh dhe më e zgjuar, edhe më e moralshme, po se po. Kështu që ky paragjykimi që ti je një avokate e re në moshë, e re në profesion, dhe për më tepër të pëlqen të lyesh edhe pak buzët, është paragjykimi i vështirë, edhe mua në atë kohë, që bëhet fjalë para 6-7 viteve, më ka rënduar. Domethënë, më ka dhënë vërtet stres. Gjë që unë sot kur takoj kolegët mia apo vajza juriste të reja, mundohem t'u them që shiko se do të kaloj. Siç më ka kaluar mua sot, domethënë që madje kur shoh syt paragjykues, filloj bëj dhe ironi me ta, sepse e di që në momentin që unë do filloj të flas, do bëj mbrojtjen, do bëjmë poshtë gjithë paragjykimet edhe do sheshohen gjëra. Do t'i shgënjesh, disi. Rozi, ti je në një fushë tjetër ku s'besoj se ke pasur probleme të kësaj natyre, as buzkuqi, as modeli flokëve. Kam patur. Kam patur probleme. Në profesionin tuaj ka një lloj lirie tjetër. Ka një liri, unë më përndjek gjithmonë kjo që s'po plakesh kur, që dukesh e vogël, vitet kalojnë, po ti s'po plakesh, edhe në fakt më shkthyer si një... Nuk arri do t'a kuptoj, po pse çfarë po ndodh, se po ju shqetëson luku, ose ju shikoni për tej, arritjet e mia, apo gradat që kam marrë, apo ato çfarë kam studiuar, apo... Po nuk duan t'ja din për ata, kur duan të të sfidojnë, përpiqen të merren nga ana jashtme, ashtu siç tha dhe vajza. Por unë kam kaluar një vështirësi e cila më ka tronditur themelet dhe aty mendoj që jam rritur. Në 2003 kam lindur Gocën dhe unë për 25 vitesh jap mësim në Akademinë e Arteve, në Universitetin e Arteve tani. Unë e kam lindur në Korrik, shkoj në shtator, se fillon të shkolla në shtator, dhe më thot shefja e departamentit, ne të kemi hequr sepse ti ke lindur, edhe nuk mundesh do të vish në punë. Kjo ka qenë një goditje që s'kam për të haruar gjithë jetën. Të hoqën nga puna? U përpoqën, sigurisht. E kanë fjalën kishin mu shëm me tër bota, po, mu shëm tër bota dhe sigurisht ajo ishte femër që e bëri, morin këtë vendim. U trondita më shumë sepse ishte femër, edhe tani kur e kujtoj kam një ndjesi shumë të çuditshme brenda meje, se thash, si ka mundësi që një grua përpiqet të heq një grua tjetër nga puna, sepse ka lindur. Është gjëja më legjitime dhe më e bukur në botë që i ndodh një femre që të bëhet nën. Dhe nuk kam për të harruar kurrë atë ditë, dhe një koleg imi i departamentit tjetër të regjisë u ndodh aty pranë e tha si do e hiqni Rozin nga puna sepse ka lindur. Edhe tha do ta marr unë nga departamenti im dhe jam i nderuar që do ta marr. Dhe unë ati njeriu ja di për nder gjithë jetën dhe a ishtë Milton Kutali që sot është dekani i fakultetit. E përshëndesim profesor Milton, e përshëndesim shumë. Pra vazhdojnë gruaja, ka sfidat e veta, edhe pse sot kemi arritur në 2025 edhe gjërat kanë evoluar shumë. Sërish ka paragjykime, ka stigmë, ka ndoshta edhe zili, janë të gjitha, konkurrencë dhe zili, nuk flas për brenda gjinisë. Sështu di fare që dhe gjinia tjetër, pikërisht për të mbuluar zilin dhe xhelozin, ndoshta rëndafikon me brenda gjinisë. Brenda gjinisë është zilia dhe është ajo, domethënë që ne kemi dhe gjunë e urrëties shumë që është agravuar shumë mes të njëjtës gjini. Nga ana tjetër, në meshkujt kemi gjëra të tjera ndaj femrave, që është ajo që i nënçmojnë, i nënvlerësojnë dhe gjinia mashkullore lobohet më shumë, si që tha zonjusha në avokatur, për shembull, në gjithë këto profesione ka një lloj lobimi kundër femrave, se i quajnë si dominancë këtë. Dhe është, unë për shembull mund të sjell një shembull nga jeta ime, isha shumë e re dhe unë në profesionin tim të parë kam qenë kritike letrare. Isha redaktore në Shpinë Botuese në Infraqë dhe shkruaja shkrimja kritike për shkrimtar. Dhe bëj një shkrim kritik shumë të ashpër për një shkrimtar nga Veriu, nuk më kujtohet emri dhe s'ka rëndësi, ishte një roman tejet skematik. Ajo u pranua, doli në shtyp u pranua. Emri tim Sevim tingëllonte për gjithë si burr, emër burri Sevim. Është një emër turk që do thotë dashur e pëlqyeshme, po që në Shqip nuk ka, ose i vjenin bashkëpunëtore zanori që dukej femror, ose Sevim ishte burr. Dhe kur shkojmë në një plenium të letërsisë dhe unë ngrej dorën dhe bëj një koment dhe ky ngre kokën thotë,
Moj, ti që nga edhe grua, ke edhe vajzë e re, është e të mërshme. Dhe aty ka filluar një lloj kthese, mendova që po qa para gjykimesh. Se unë jetoja në ato në botë, unë isha në një botë tjetër, kisha krijuar një botë paralele, ishte bota e librave, dhe kështu që mentalitetet fillojnë, po sot sfidat për femrat janë të mërshme të mëdhaja, sepse kemi tema shumë të mëdhaja ne si feministe për diskutuar puna e papaguar e grave në shtëpi, që ende s'kemi bërë një ligj të posaçëm. Është mjekja, është avokatja, janë unë, janë sportistët, janë punëtorët, ato për te detyrave të papara që kanë në profesionet e tyre dhe kontributet, ato shkojnë në shtëpi dhe janë gra, do punojnë 24 orë. Do lajnë, po ku vlerësohet kjo punë, si bëhet, ose kemi shtëpjaket, këzalingat që i quajmë ne, me një lloj përçmimi që vjen edhe nga vetë shoqëria, po dhe nga vetë politikat sociale të shtetit. Duhet urgjentisht, ne kemi lobuar prej më shumë se 10 vitesh, që të bëhet një ligj për këto. Kemi gratë që nuk jepen kredi financiare për të ngritur biznese, kemi gra që punojnë në informalitet, gra që punojnë në dzez, dhe është një numër 65% e grave, që bëjnë një punë shumë të madhe se burrat. Do të thënë janë gjithë këto problematika që mund të jenë subjektit 8 marsit, i ditëve të zakonshme, po edhe një politike të përditshme të këtyre grave në parlament, që fatkeqësisht nuk kanë zë ta përçojnë zërin e gjithë kësaj mase të grave tona. Edhe pse ne në fakt mendojmë që gratë praktikisht janë të përfaqësuara në parlament, po fakti është që zëri i tyre nuk ka rëndësi numrat, kualiteti nuk është. Kemi sasin, po s'kemi cilësi. Ne kërkojmë një zë që ajo deputete që vjen nga Veriu, të qojnë gjithë zërin atje, të grave veriore. Ato që dëgjohen po patjetër, sepse është informare. Vritën gjithë ato grasë, kanë bërë aleancë. Nuk për te partive, gratë në parlament, nuk bëjnë aleanca. Moj ti si e këtu me flamurin e blu ose të kuj, ti e me flamurin e një misioni që të kanë dhënë populli për të quar zërin. Nuk kemi, dhe kjo është, do me thënë, vërtet për 35 vjetë gati, ne nuk arritëm do të bëjmë një ndryshim cilësor. Absolutisht. Si mund të bëhet ky ndryshim në fakt? Se ne kritikojmë, po si mund të bëhet ky ndryshim? Edhe pse çdo vit më shumë bëhen gjëra, patjetër shoqëria evoluon, por pritshmëritë janë më të larta. Fatkeqësisht shoqëria s'ka evoluar. Persona me integritet, të cilët të mos kenë frikë të thonë mendimin e tyre, të mos kenë frikë se lideri X partie apo Y partie vetë sistemi zgjedhor do t'i paragjykoj ose do t'i menjanoj, duhet t'i thonë të vërtetë ashtu siç janë, se duan që ta gëzojnë me respekt atë mandat që ka dhënë ai popull që ka votuar. Pra, ne nuk kemi nevojë për gra kupulla në parlament. Shqipëria nuk ka më nevojë për këtë lloj formati të grave të përfaqësimit. Duhet kemi gra të cilat realisht duhet të ngrenë zërin për një numër shumë të madh problematika që ka shoqëria shqiptare në drejtim të vlerësimit të gruas. Jemi një shtet ku dhuna ndaj gruas nuk po njeh ulje. A jemi dakord? Shohim gra që dhunohen, ke femicid, ke gratë vrara. Gratë vrara, pra, shohim nëna që dhunohen në mënyra nga më të jashtëzakonshme dhe çfarë po bën shoqëria për këtë? Çfarë po bën qeveria për këtë gjë? Absolutisht. Atëherë ne nuk kemi nevojë për gra që shkojnë me çanta 20 milionë në parlament, edhe kjo histori duhet të marrë fund, po kemi nevojë për njerëz të devotshëm, dhe njerëz të cilët të kenë një zë, të kenë fytyrë dhe të përçojnë misionin për të cilën janë mandatuar nga populli. Pra, ky format grash të përzgjedhura duhet të marrë fund. Nuk e di nëse... Gjithë një grua mund ta jap kontributin e saj jo vetëm në politikë, në çdo lloj fushë, mendoj unë. Nuk është e thënë me patjetër atje. Patjetër aty kanë një tjetër mundësi, sa i nderon shoqëria, sa e proklamon, sa i kanë mundësinë e ndryshimit edhe të ligjeve në vetvete, nëse për diçka të tillë ka vërtet nevojë shoqëria dhe gratë, më konkretisht. Por ama në çdo fushë të jetës një grua mund ta jap kontributin e vet. Alketa, ti aktualisht ku e ndjen veten? Çfarë mund të japësh ti sot shoqërisë që flasim? Ti ke kthyer një faqe e kapitullit, le të themi, atë të epokës së voleybollit, ku ti ke shkëlqyer aty dhe ke bërë historinë tënde të padiskutueshme. Të shohim sot angazhuar në shumë projekte, në angazhime të tjera sërish në shërbim të publikut edhe të njerëzve.
Cila është sfida jote aktuale që flasim, ose diçka që ti ke pasion ta realizosh? Po ju dëgjoj dhe jam me shumë gjëra dakord dhe me të tjera nuk jam dakord. Unë aktualisht merrem me një projekt në shkolla, programi ekipet sportive në shkolla, ku 50% janë djemë, 50% janë vajza. Dhe nuk mundemi tani ti themi gjithmonë vetëm të gjëra negative, sepse punë po bëhet. Unë shpresoj që do të arrijet, ka punë ka shumë për të bërë, po shpresoj që do të arrijet. E qartë. Ti vetë aktualisht çfarë ke ëndër të realizosh diçka, sot që flasim, me angazhimin tënd të përditshëm? Unë në fakt jam një nënë e lumtur sot dhe derisa u rritën fëmijët unë ndonjë nga mbrapa, punova, jetova me to. Sot punoj këtu në Shqipëri dhe shijoj në fakt të gjitha ato sukseset e fëmijëve të mi që për fat janë bërë të mirë dhe të suksesshëm dhe shpresoj që të vazhdoj të ndihmoj me sa mundem me këto projekte sportive të paktën për vajza dhe për djemë njëkohësisht. Patjetër, edhe ky është një kontribut i rëndësishëm në mënyrë shtetërore apo në mënyrë private. Është një element i rëndësishëm që jep efektet në shumë dimensione. Dua të kalojmë pak tek mesazhi tjetër, sepse koha ecën. Rozi Kostani, do të të ftoja ty të drejtohesh tek foltorja jonë me mesazhin tënd, të ndjekim çfarë ke përgatitur për të ndarë me ne. Rozi Kostani, 90 sekondat janë për ty. Dua ta filloj me një shprehje proverb kinez. Gruaja mban gjysmën e qiellit. Në krahët e saj lind drita dhe prej duarve të saj mbillet jeta. Ajo nuk e kërkon fuqinë sepse e ka pasur gjithnjë brenda vetes, si një burim i pashtershëm që nuk thahet kurrë. Në heshtjen e saj gdhendet durimi, në buzëqeshjen e saj mbillet shpresa dhe në sytë e saj pasqyrohet një botë që vazhdon të ecë përpara. Historia ka dashur ta zvoglloj, ta mbaj në hije, ta kufizoj brenda kufinjve të një përkufizimi të ngushtë. Por si mund të burgoset ajo që mban gjysmën e qiellit? Si mund të përcaktohet ajo që nuk ka kufinj? Si nëna, si gruaja, si femra, si motra, si bija. Gruaja nuk është vetëm një figurë në prapasken, ajo është vetë skena, vetë drita, vetë zëri i kohës që ecën. Bravo, Rozi Kostani, të falenderoj shumë për këtë që ndave me ne sot, ishte shumë emocionuese dhe shumë e bukur. Ne do të kemi publicitet, do të kemi pas pak me njërë në pjesën e dytë me të ftuarat tona. Jemi këtër në studio, është momenti për ta nisur me mesazhin 90 sekondësh, këtë herë zonja Sepi Marbana që ka zënë vend në foltoren ton. Le ta ndjekim mesazhin tuaj 90 sekonda vetëm. Sepi Marbana. Unë do japë një mesazh që në fakt kanë qenë busulla ime frymëzimit, ka qenë nëna ime, me sytë e bukur të ndritshëm dhe gjithë dashuri, përpos jetës të vështirë që pati ajo, dhe Nën Tereza dhe Simone de Beauvoir. Janë dy figura që unë i kam adhuruar dhe jam munduar të imitoj në jetën time, sidomos në aktivizmin tim. Së pari, duke u qëndruar njerëzve sa më afër, me gjithë mundësitë e mia pa qenë pasanike, po duke u dhuruar shumë mundësira, duke u hapur shumë rrugë dhe duke u dhënë shanse. Dhe e dyta Simone de Beauvoir, që më frymëzon me sloganin e saj, unë kisha lindur për një planet tjetër, thjesht kam gatruar rrugën. Realisht unë kam lindur për një planet tjetër dhe unë po luftoj gjithë jetën të ndërtoj këtë planet. Dhe mesazhet që unë sot do jap janë mesazhet të Nën Terezës, po që nuk ndajnë burrat dhe gratë, po janë për gjithë njerëzit që jetojnë në një shoqëri të vështirë, në një botë të vështirë, ku të ngresh ëndra, të ngresh një jetë mirë, është shumë e vështirë. Jep çka ke më të mirë. Njeriu është i parësyshëm, i palogjikshëm, egoist. Nuk ka rëndësi, duaj atë. Po bëre mirë, do të veshin qëllime dytësore egoiste. S'ka rëndësi, bëj mirë. Po realizove objektivat e tua, do të gjesh miq të rem dhe armiq të vërtet. S'ka rëndësi, realizoj. E mira që bën do të harrohet nesër. Nuk ka rëndësi, bëje. Falenderoj, ishte shumë e bukur, Sevim. Kisha edhe tjera, po respektoj minutazhin. Falenderoj shumë, po edhe i paraprive disi me hyrjen edhe me gratë model në jetën tënde që përmende, ishte mamaja jote, Nën Tereza, Simone de Beauvoir.
të cilat në farë mënyrë janë përgjigje edhe pyetjes që unë do kisha bërë, edhe e kam në plan ta bëj tani shpejt, cilat janë ato gra që kanë ndikuar në jetën tuaj, gra që ju kanë frymëzuar, qoftë gra që janë pjesë e jetës suaj, qoftë ato që janë personazhet që keni lexuar ndoshta ose karaktere të ndryshëm ose autore, gjithçka mund të jetë në përgjigjet tuaja. Dua t'i zbuloj pas pak përgjigjet që keni për t'na dhënë, por fillimisht le të ndjekim bllokun e intervistave. Është sërish një tjetër grup Vox Popers që kemi realizuar me qytetare të rastësishme të cilat na janë përgjigjur pikërisht për këtë pyetje. Cilat janë modelet tuaja? Ndjekim. Cila është gruaja që mendoni se ju ka frymëzuar në jetën tuaj? Gruaja që kanë frymëzuar? Figura e gruas, më thënë. Them se është mamaja ime, që ka vite që ka ikur në këtë jetë, po na ka edukuar që dhe ne jemi shembulli mamas. Model mami im. Mami im, kam shumë gjëra domethënë që i kam marrë nga mami im në lidhje me raportin me fëmijët e mi. Po, mami im sigurisht. Po që të kem gjithë vlerat që duhet ketë një grua, të kem durimin, forcën, gjitha, që t'i përballoj çdo gjë vetë. Mesazhi më i rëndësishëm që do i jepni të gjithë grave në ditën e tyre? Që jepini përparësi vetes, para, pastaj të tjerëve, fëmijëve, burrave, gjithëve. Modeli dhe figura më e bukur, se më ka dhënë shumë, edhe jam shumë krenare për nënën time, për çdo gjë që më ka transmetuar. Një mesazh që do i jepni të gruas në ditën e saj. Të jeni gjithmonë të forta, me kokën lartë dhe mos keni frikë për asnjë gjë. Figura e gruas për të gjitha femrat, besoj se është gjithmonë nëna e vetë, sepse aty fillon jeta, si për femrat dhe për meshkujt. Gjithmonë figura e nënës, si çka e qenë dhe do të ngelet figura kryesore në edukimin e shoqërisë, jo vetëm të familjes, sepse një grua e kulturuar, e edukuar, përcjell edukatën dhe kulturën po ashtu dhe te fëmijët e saj. Dhe fëmijët e përcjell dhe në shoqërinë e tyre dhe lind nga groja lind kultura e shoqërisë. Unë do t'i uroja të gjitha gratë, kudo që janë, festën ta kalojnë gëzuar. Do t'jepja mesazh që të përpiqen më shumë për figurën e tyre, të mbrojnë të drejtat e grave. Mesazh do t'jepja dhe burrave, jo vetëm grave, që dhe ata duhet të kontribuojnë në shoqërinë shqiptare sidomos. Falenderoj shumë të intervistuarat tona, më bëri përshtypje fakti që të gjitha ishin në të njëjtën përgjigje. Patjetër që nëna mamaja është një model frymëzimi, është modeli i cili na ka formuar, jemi referuar edhe pa kuptuar nganjëherë, kështu që është e pashmangshme që nëna do të jetë me patjetër. Jam kurioze si e mendoni fakti që përgjigjemi dhe japim gjithmonë për hir të shpejtësisë së përgjigjes që duhet dhënë aty Voxi në rrugë, apo vërtet kjo është përgjigje që kemi dhe fakti që jepen të gjitha përgjigjet kaq standarde, si e gjykon, si e analizon? Unë për mendimin tim nuk e lidh këtë përgjigje kaq shpejt, ndoshta influencohen nga 8 marsi dhe kush janë figurat që të frymëzojnë, por natyrisht, unë e thash për shembull që frymëzim ka qenë nëna ime në kuptimin e dashurisë, vuajtjeve, përpjekjeve, si ka kaluar ajo. Por unë asnjëherë nuk kam dashur të bëjmë si nëna ime në kuptimin e jetës që pranoi të bënte ajo. Unë e kalova të bëra atë sfidën, pastaj prandaj solla idenë e Simone de Beauvoirit ose të grave tjera. Po të më pyesje vite përpara, edhe tani, kujt gruaje doje t'i ngjaje? Unë do thoja 2 personazhe artistik, Ana Karenina, Zonjë Zbovari, do me thënë një femre që thyen tabut, është ajo që tha njëra nga gratë vajzat atje, që dua të jetoj për veten, të jetoj për veten time, duhet të thyë nuk të dal jashtë normave, kornizave të shoqërisë. Shoqëria ka kornizat të cilat të ndalojnë, të presin ëndrat, të presin çdo gjë që ti ke menduar, dhe çdo vajzë duhet jetë e lirë, le të jetë ashtu ekstravagante, le të jetë antikonformiste. Kjo i bën më mirë shoqërisë, se e bën një shoqëri me ngjyra, një shoqëri uniforme, me gra të moralshme në thojza, me gra që mendojnë një lloj, që e duan burrin dashur marrëzish me burrin dhe do t'i bëjnë vetëm gjellën atij dhe nuk kanë shqetësim tjetër, janë boring, janë shumë. Nuk janë të kohës në kuptimin as kanë qenë ndonjëherë të kohës, se s'janë vetvetja. Njeriu duhet të jetë origjinal, të ndjej, të flasë atë që do, të thotë atë që do, dhe e vërteta është gjëja më e bukur. Dhe pastaj përpjekja dhe sfidat
sepse në fundit prap dalim ke Nën Tereza, jeta është sfidë, sfidoj atë. S'është jeta fush me lule, na ka thënë që kur kemi lindur, s'është fush me lule. Dhe çdo grua duhet ta kuptoj këtë, mos qajet për burin, kur qajnë gratë për gratë, unë e kam thënë në 35 vjet aktivizëm i kam thënë gratë, dëgjoj, kur vin tani se në fillim mallëgjesha, qaja, bëhesh, ata që janë bërë më efort dhe i them dëgjoj, edhe ti e fajtore, edhe ti e budallaqe, edhe ti e... Pse si e ke duruar atë burin tënë, që ka kaq monster, dhe e ke duruar, pse ke edukuar? Se gratë kanë një mision shumë të madh, të edukojnë jo vetëm fëmijët, po të edukojnë burrat. A ndryshojnë? Gratë... Se kjo është temë tjetër. A ndryshojnë dot? Ndryshojnë. Sigurisht, të gjithë burrat dhe burrat tonë kanë ndryshuar, edhe burrat tonë kanë ndryshuar. Unë mora një burr që ishte llastuar nga nëna vet, i bënte të gjitha nëna. Dhe burit tim në fillim nuk ato, ama kur unë isha nga ora 7 dhe në 12 natës, 11 natës punë, a i do bënte makaronat fillim, pastaj groshën, pastaj vezën, pastaj do lante, pastaj do bënte një gjë, pastaj do nxishte fëmijët. Shumë edukojnë gratë. Pa tjetër. Më pëlqeu shumë kjo, se vim. Dea. Realiteti. Cila është ajo grua ose gratë le temi që kanë ndikuar në jetën tënde, që të kanë frymëzuar? Gjatë fjalimit do t'i përmend disa gratë që unë i kam burin frymëzimi, por do t'i ruaj për 90 sekond shëntim, ndërsa padyshim idhullimi i gjitha korave është mamaja ime, por jo për hir të afrimitetit, dashurisë, lidhjes nën-bi, por për faktin se është vërtet grua për t'u marrë shembull, pikërisht për faktin se unë nuk e kam parë kurrë një ditë, është ekonomiste, shumë e zonja në profesion, se kam parë kurrë një ditë të shkoj në punë pa taka, por ndërkohë nuk e ka lënë asnjë ditë shtëpinë pa një vakt, pa një ëmbëlsirë, pa gatim. Do me thënë është kjo gruaja që ka bërë çdo gjë, do me thënë, dhe prandaj unë padyshim do isha shumë e lumtur të isha sa gjysma e saj në një tartë, por edhe i them shpesh që e kam... E ke modelin. E kam vëndin... Do bësh, thot se e ke modelin. Është rol model, fillon ke nëna. E kam vëndin ku lodhem nga njerëzimi nga bota, e kam atë vëndin ku gjej qetësinë, ku gjej prejen. Tek ajo. Alketa. Nuk do dilja dhe unë nga originalja, nëna sigurisht që më ka thënë kaq shumë dashuri, ne jemi rritur me shumë dashuri, jemi 3 fëmijë ku gjithmonë ka pasur vetëm gjëra të mira, nuk kemi mësuar gjithmonë pozitivitet në shtëpi dhe kjo megjithëse mami punonte, na mësonte Ajo është mamaja në foto që po Po, ajo është një foto e mamit kur ka qenë e re, me vëllezërit. Dhe padyshim që kjo do të ishte për mua një model, unë do të dëshiroja të isha si ajo. Lindita. Ashtu sekondër dhe e thash, modeli i jetës time, njeriu për të cilin unë frymoj, dhe sa të mundem në të jetë, do t'i puth duart me rudha, do t'i puth ballin me rudha, faqet me rudha është nëna ime. Në momentet, jo vetëm që në rriti dhe në edukoj, me atë thjeshtësinë e saj, fisnikërinë e saj, me atë zonjëllokun e një gruaje të urtë, të paqë beratase, por ka qenë gjoksi ku ne kemi mbështetur kohën në momente më të vështira të jetës sonë. Në vitin 2006, unë kaloj një problem shumë të rëndë shëndetësor. Nuk kam thënë asnjëherë, është herë e parë që e them. Goca ime ishte 2 vjeç e gjys, ndërsa djali ishte 6. Shumë njerëz menduan që unë nuk do e kaloj atë situatë. U detyrova që të shkoj jashtë shtetit dhe mendja ime ishin fëmijët e mi. Nëna ime u bë gjithçka për ata fëmijë. I mbajti, i konfortoi, i dha dashuri të pafundme deri në momentin që unë u ktheva dhe akoma vazhdon dhe kujdeset për të gjithë ne. Ashtu si kundër tha dhe vajza, në shtëpinë time asnjëherë nuk mungon tavolina e shtruar, nuk mungon ëmbëlsira, nuk mungon kafeja e mëngjesit dhe mbasdites që ne pim së bashku, por mbi të gjitha në sytë e saj, në zemrën e saj, në shpirtin e saj, unë shikoj një model se si du të jetë një nën. Dhe ne sot duhet të rrisim dhe të përçojmë vlerat e dashurisë brenda familjes. Është familja ajo që mban shoqërinë. Sot duhet kemi më shumë mirënjohje dhe respekt për prindrit tanë. Fëmijët për nënën, për baban,
duhet të shikojmë si modele të shëndosha, sidomos aty ku familja e ka bërë dhe prindërimi ka bërë detyrën e vetë. E ka edukuar fëmijën, e ka shkolluar, i ka përçuar norma dhe vlera në jetë. Babai im ishte një njeri jashtëzakonisht i fortë, me një vullnet i jashtëzakonshëm, dhe vullnetin unë e kam kryesisht nga babai im. Ke marrë më të mirat e të dyve. Po, unë kam marrë më të mirat e të dyve. Më të mirat e të dyve. Po, nënat janë të shenjta, heroinat e të shenjta një kohë. Heroinat e heshtura dhe të palodhura që pa to do ishe shumë e vështirë që ne sot të jemi çfarë jemi. Absolutisht, e vërtet. Rozi Kostani. Njohja me nënën vjen që nga barku, që nga thellësia. Ti ndjen zërin e saj, ti ndjen aromën e saj, dhe derisa arrin ta shquash atë si figurë. Kështu që modeli më perfekt është ajo. Por do doja të thoja, sigurisht që forcën e merr nga nëna, por jam e një mendje me Sevim që thotë unë nuk do doja ta bëja jetën e saj. Unë nuk do doja të isha kaq sakrifikuese si gjithë nëna shqiptare, që kanë sakrifikuar çdo sekondë të jetës së tyre. Ato nuk kanë patur jetën e tyre, nuk kanë jetuar për vete, shpeshherë, po vetëm për ne. Kështu që ne jemi borxhlinje atyre grave që e kanë dhuruar deri në skaje veten e tyre. Edhe unë ndjem edhe fajtore deri diku, unë nuk e kam më mamin, dhe është kujtoj shumë sakrificat të saj dhe ndjem fajtore që ajo nuk arriti do të jetonte për vete. Ato çaste të vogla, lumturie, se lumturia është një çast, i ka rrëmbyer shumë pak. Ne jemi egoist në fëmijët, ne rrëmbejmë gjatë gjithë kohës tek nëna. Ashtu ka qenë gjithmonë. Ashtu do jetë. Ashtu do jetë. Sa dashuri nuk merr, ke fëmijë, po është trashëgoj. Prap sot ne gratë jemi prap, kemi mundësi. Sakrificën që ka bërë nëna për ty, por nga ana tjetër kupton edhe kënaqësinë që ajo ka marrë duke tu të dikuar, se ti vjen vetë të bën të njëjtën gjë. Ajo është simbiozë, Ti kupton që është sakrificë, po dashuria e pakufishme është vetëm kështu. Ka jetuar në kohë të vështira. Është vertikale, nuk absolutisht, sepse nuk nënave që nuk kanë jetuar në kohë shumë të vështira. Kanë jetuar në kohë shumë shkona. Kanë sakrifikuar, por ato kanë sakrifikuar më shumë se ne, besoj. Ne jemi prapë më të lira, më të shoqëri tjetër. Si janë brumosura të nëna nuk vjen më. Paralisht ka ndryshuar shoqëria. Në ekstremitete. Kalojmë tek mesazhi tjetër, është këtë herë është Alketa. Alketa, do ta marrësh ti fjalën. 90 sekondat për Alketa Doçin, volejbollisten tonë të mirënjohur. Le ta ndjekim. Sot zgjedh të flas edhe një herë për dashurinë time të parë, për pasionin tim për sportin. Jo më ka thonë që gjërat që na pëlqejnë më shumë i bëjmë më mirë. Doja të ndaja me ju një mesazh të rëndësishëm për sportin, një ndikimin e jetën në të gjitha femrave. Sporti është më shumë se thjesht një aktivitet fizik. Ai është një mjet fuqizimi dhe vetbesimi. Përmes sportit, vajzat mësojnë vlera të rëndësishme, disiplinën, ekipin, socializimin, përballjen me sfidat. Ai ofron mundësinë për të rritur forcën, jo vetëm trupore, por edhe atë mendore. Kur angazhoheni në sport, ju tregoni se mund të kapërceni kufijt dhe të sfidoni stereotipet. Në botën e sotme, gjithnjë më shumë femra po tregojnë se janë të forta dhe ato arrin të konkurrojnë dhe në nivelet më të larta, duke ndryshuar perspektimet dhe duke frymëzuar të tjerët. Pra, nëse jeni duke menduar për një aktivitet sportiv, bëjeni atë. Pavarësisht nëse është futboll, volejboll, atletika, po të çfarëdo lloj sporti tjetër, i ka mundësi të pafundme. Sporti do jo vetëm të bëjë të shëndetshme dhe të forta, por gjithashtu do t'ju ndihmojë dhe për miqësi të reja dhe të forconi karakterin dhe të rrisni besimin në vetvete. Doja ta mbyllja me një shprehje të Schwarzeneggerit që thotë: sa më shumë stërvitem çdo ditë në palestër, aq më shumë fitoj besim në vetvete. Mos harroni, çdo hap i vogël është një hap më afër suksesit. Faleminderit Alketa, mesazh absolutisht shumë i rëndësishëm për të gjithë. Duhet gjithmonë të dedikojmë hapësirën e vetë dhe rëndësinë këtij mesazhi që disa bondave. Ne do të kemi publicitet, do të rikthehemi në pjesën e tretë për të vazhduar me të thuarat tona, por edhe për t'i gostitur ato me diçka të mirë të shijshme që e kemi përzgjedhur sot nga për 8 mars. Publicitet, kthehemi shpejt.
Jemi kthyer në pjesën e tretë. Është momenti për të ndjekur fjalimin e Dea Toçit, e cila ka zënë vend në foltoren ton. 90 sekonda do të jenë për Dean tani dhe më pas do të zbulojmë edhe diçka të shijshme pas pak në program dhe një recet që do të vijë enkas në pjesën e tretë. Dea Toçi, avokatja jonë është gati aty. Ka zënë vend, fjala është për ty 90 sekonda. Fati më bekoj të jem dhe unë një grua. Dhe kështu t'i ngjaj Shënmëris, Hatixhes, Nën Terezës, grave Hynesha që çuditën të madhe të vogël, që me forcë krijuese fare e paprekur përkundë djepin, apo me zemrën që ushtrua si tryezë në çdo sofër nevojtari. Jam grua si Teuta, si e hekurta Margaret, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Fatima Al-Fihri dhe Shote Galica, gratë që sunduan duke u thëhequr popull dhe duke ndjekur fitoren me pushk dhe me pen. Jam si çdo grua që për ty paragjykimin, lodhjen, dështimet dhe del çdo ditë të siguroj jetesën e familjes. Gratë të cilat në magjinë e transformimit që vetëm ato mund të kenë, vrapojnë mes kputzëve me taka dhe endëve për t'u larë, rrobave për t'u nder, pluhurat për t'u fshirë dhe që jo rrallëherë, mbi divan, këmbë hapur dhe bark madh, një allasoj burri i kërkon t'i afrojë telekomandën. Jam gruaja që dhunën në familje e duroj për hir të sakrificës, derisa gjeti paqen në hijen e një lisi ku mbështetet një pllak varri. Jam vazhdimësia e kësaj jete, barku që mbart çelësin e së ardhmes. Jam krijimi më i mirë i idhullit tim, Lilianës. Jam grua dhe kaq më mjafton që botën ta pushtoj me forcën e zemrës dhe gjithë bërgjësinë e saj. Faleminderit. Bravo. E kisha bërë shumë të bukur këtë fjalim, e kështë qarë. Na pëlqeu të gjitha me shumë, zonja të entuziazmua veçanërisht. Faleminderit Dea Toçi për fjalimin të, ndërkohë që tavolina jonë është shtruar me gjëra shumë të shijshme, dominon e verdha, ngjyra e kësaj dite në fakt, kam përshtypjen që ngjyra e verdhi shkon 8 marsit, është ngjyra e kësaj feste. Mimoza. Dhe mimoza, ngjyra e mimozave dhe un kam sot të ftuar pikërisht nga Pasiceri Reka, Lumturi Sulejmanin, mirë se erdhët, faleminderit që jeni sot. Dhe faleminderit për këtë tortë kaq të bukur që ke përgatitur për ne. Mirësi u gjeta dhe unë. Ne ja vum emrin me njerë dhe unë besoj që është torta mimoza, po jo që ju e realizoni në Pasiceri Reka. Atëherë, shkurtimisht, cila është receta e kësaj torte? Pra, ingredientët më shumë se pastaj të shpjeguarit ndoshta mund të jetë pak më i vështirë kur bëhet fjala gjithmonë për ëmbëlsirat, se ka procedura pak më të detajuara, gramaturat duhet të jenë shumë të sakta që një ëmbëlsirë të dali siç duhet, t'japi rezultat, ndryshe nga ushqimet edhe gatimet e zakonshme të kripura që ne bëjmë. Kështu që nuk do të hyjmë atij momenti si gatuhet, por thjesht ingredientët dhe më pas anvisat le të improvizojnë në shtëpi, ndoshta një herë tjetër ne mund ta kemi të xhiruar realizimin e kësaj torte. Okej, thjesht për pjesën e pandispanjes duhen 4 kokra ves, 150 gram miell, 150 gram sheqer. Po ja, këtë që po shohim ndërkohë në ekran, po. Një lug çaj fryrës dhe një lug kafe vanilje dhe lëkurë portokalli dhe limoni na duhet të kjo pjesa. Dhe ndërkohë për kremin na duhet 500 ml qumësh, 200 ml pana, 2 kokra vezë dhe lëkurat e portokallit, sërish të krem. Prandaj pra dhe pas ka goxha ingredient, kështu që prandaj thash mos hym pjesës së gatimit se është pak më e vështirë, komplikohet puna kur bëhet fjalë për ëmbëlsirë. Vetëm ka një sekret, pjesa pandispanjes duhen zbutur me lëng portokalli të shtrydhur. Dhe pjesën e mbetur që është nga pandispanja ne përdorim edhe për pjesën e zbukurimit që jep atë figurën e mimozës, siç ka dhe emrin torta. Pra është bërë me pandispanjë kjo pjesa e verdhë. Po, nga pjesët e mbetura që idenë e mimozës. Dhe është realizuar shumë e bukur në fakt, pëlqen shumë. Edhe është një tortë kaq e freskët fare dhe unë do të thoya që ta provonin, ta shijonin, me ke shoqëruar me spumante, shampanjë, ë? Po, mund të shoqërohet edhe me çaj. Edhe me çaj, po patjetër. Por ne sot do ta bëjmë gëzuar se kemi 8 marsit. Unë falenderoj shumë Pasiceri Rekës, gjithmonë për bashkëpunimin e përhershëm që ne kemi në programin tonë. Faleminderit shumë që ishe me ne ndërkohë. Faleminderit. Gëzuar. Ha doktoresha, ta ham apo mos ta ham? Gëzuar për gratë heroike. Për ne. E meritojnë për ne. Edhe pse koha fluturon, por çfarë do doni të cili do të ishte ndryshimi më i parë për cilin ka nevojë shoqëria jon në raport me gratë? Gjëja më e parë që është më urgjente, që ju mendoni që duhet të ndryshojë, sepse ka patjetër ne jemi në evoluim sipër, duhet thënë, gruaja ka evoluar shumë, edhe gjendja e saj dhe situata e saj, patjetër ka parë një përmirësim të vazhdueshëm ndër vite, duhet thënë, por ka ende shumë për të bërë, ka ende shumë probleme që shqetësojnë atë dhe shoqërinë tonë. Cila do të ishte gjëja e parë që ju do të uroni të ndodhte? Të ndryshonte. Sigurisht, ndryshimet më të mëdha nuk vijnë nga baza, po vijnë nga qeverisja vendore
dhe unë do doja një përfaqësim më dinjitos të grave në Parlamentin Shqiptar dhe në marrjen e vendimeve shumë të vlefshme në drejtim të, le të themi, një pjesëmarrje aktive të grave, të vlerësimit të tyre më të dur dhe më dinjitos në postet drejtuese dhe administrative të shoqërisë, sepse një grua nuk është vetëm një ambise mirë. Një grua mund të jetë një profesioniste shumë e mirë. Një grua mund të jetë një projektuese shumë e mirë. Një grua mund të jetë një angazhuese shumë e mirë dhe një finalizuese shumë e mirë e projekteve të cilat vlejnë, ka një sens më humanist, më të gjerë, një shpirti një gruaje, se sa shpirti i një burri. Ju do doja ta shikonit më shumë të përfaqësuar në organet drejtuese. Realisht, jo vetëm si numra, por realisht më të përfaqësuar me element edhe më aktive, edhe më aktive. Dea. Gratë pikë të pari duhet ta duan veten shumë më shumë, t'ia dinë vlerat vetes, ta kuptojnë që ajo që thashë në fjalim, ato janë çelësi së ardhmës, pra pato nuk ka asgjë. Dhe ato që ta lidh pak me fushën time që ligji u ka garantuar prej kohësh, që janë të barabarta me burrat, madje i vetmi çast ku gratë dhe burrat kanë dallim në ligj është që gratë nuk mund të bëjnë burgim të përjetshëm, pra dhe këtu janë më të favorizuara, nuk dënohen me burgim të përjetshëm. Kështu që ta kuptojnë që siç janë barabarta para ligjit me burrat, ashtu duhet ndihen edhe të veprojnë në çdo fushë. Sevim, unë mesazhi më është gratë duhet guxojnë, por ajo që unë dua t'jap te gratë, them bëuni vetvetja, shkoni në jetën publike, mos imitoni burrat. Jini ju. Alkita. Unë do t'isa të Barat Sagesa, një grua që punon si një burr, ndoshta të më shumë të ketë të paktën të njëjtë pagë sa që janë edhe meshkujt paguar. Të ndërgjegjësohet dhe ta doj veten në radhë të parë. Dhe pastaj duke dashur veten do doj gjithkënd tjetër. Duke mësuar të doj veten, se në emër të sakrificës veten e lë gjithmonë të fundit. Pikërisht. Duhet të ndryshoj rendi këtë herë. Ju falenderoj shumë që ishit këtu. Ishte kënaqësi e veçantë që ju pata, sigurisht biseda do doja të vazhdonte sepse shumë e këndshme. Edhe sidomos me prezencën tuaj. Ju uroj më të mirat, ju uroj suksese në të gjitha fushat ku ju operoni, sa më shumë arritje të tjera, ju ndërkohë jeni gra shumë të suksesshme. E keni treguar këtë ndër vite me gjithçka që keni bërë, po ju uroj edhe shumë më tepër kontribute, edhe patjetër respekte nga ana ime, po edhe gjithë televizionistët për gjithçka që ju bëni. Faleminderit shumë që ishit me mua sot. Faleminderit e gëzuar. Të dashur miq, faleminderit që ishit me ne sot. Kalofshi bukur, gëzuar edhe një herë 8 marsin. Besoj që këto mesazhe që erdhën të ndërgjegjësojnë sadopak. Ne do të jemi së bashku ditën e hënë. Kalofshi bukur.